Faleminderit, tortilla Tagani. Respekt të tortilla Tagani. 96 deri tani jemi okay. Hado tan. Mos është bateria ime? Ku ne ka bateri? Në ran baterit jo tani, jo. Mos mbi bateri kollaj. Mos ka rënë ty tan. E mor me pasëra. Kjo është pjata jon e grupit ton. Fillojmë pak respekt se po flasim. Ta dëgjojmë se është. A jemi gjithë apo jo? Ta respektojmë. Jo, jemi ton. Vazhdojmë. Faleminderit. Atëherë kjo është pjata jon. Jemi munduar që si grup të jemi jo shumë të komplikuar, sepse thjeshtësia ndonjëherë ka më shumë vlerë dhe ingredienti kryesor ishte tortilla Tagani, e cila është vlerësuar çdo pjatë në turizmin ton. Jemi munduar që si një të diel, do donim shumë që t'ishte pak më herët, ishte një mëngjes ose një... Edhe tani kohë vakti kështu sneku është, po fiks një pjatë ditë të diele në shtëpinë tonë të gjithë secili nga ne. Jemi munduar të bëjmë 2 tortilla të thjeshta me përbërës pul, lakër, majonez, domethënë me përbërës që në duke janë pak, por në shije dhe në brendësi janë shumë. Edhe jemi munduar të bëjmë dhe një tip krepi me tortillën Tagani, kështu për t'ju treguar publikut që tortillën Tagani mund ta përdorin në disa forma të ndryshme. Kreativiteti i pjatës son ishte quhet e diela në shtëpi. Jemi munduar që të vëjmë disa lule nga baçja e shtëpisë son, edhe të jemi të thjeshtin në shtëpi tona. Sa për pjesën e produktit, e para njerë, faleminderit shumë dhe matematikën si ke qenë. Çdo ditë. Mendoj që tortilla Tagani. Miri, kujdes mikrofonin. Mendoj që tortilla Tagani dhe produktet të ndryshme si biskotat edhe të tjera duhet jenë në tryezën e çdo shqiptari, kjo sepse është një brand që ofron cilësi dhe siguri në konsumimin e tij. Faleminderit shumë që jeni çdo ditë me ne dhe jeni vakti i çdo dite, çdo mëngjes, drejt. Ishte prezantimi veçantë tani vetëm për kështu. Nëse s'ka xhenet. Tani jeni të mirëpritur të